për miratimin e kërkesave për financim nga Fondi Social, për ngritjen apo vazhdimsinë e shërbimeve të ofruara me marrëveshje bashkëpunimi me organizata jo fitimprurëse për Këshillin e Qarkut Shkodër për vitin 2027. Përshtes planin e buxhetit në Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2026 në kuadër të Fondit Social. Për disa ndryshime në venimin e Këshillit Qarkut Shkodër numër 26, datë 23/12/2025 për miratimin e strukturës organizative, kategoritë, klasat, për çdo pozicion, paga dhe numrin e punonjësve të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, të nëpunësve civil e të punonjësve administrativ të zgjedhur e të emëruar të Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2026. Struktura organizative e dëmt për vitin 2026, si dhe miratimin e shpërblimit mujor të anëtarëve të kryesisë së Këshillit Qarkut Shkodër për vitin 2026. Mbi miratimin e transferimit kapital të objekteve të investimeve të përfunduara, ndërtimi i ojësillësit në fshatin Moriqan, Bashkia Shkodër dhe rekonstruksioni i godinës së qendrës shëndetësore Stajk, Bashkia Valdez, nga Këshilli Qarkut Shkodër në Bashkinë Valdez dhe në Bashkinë e Shkodrës. Mbi disa ndryshime në venimin e Këshillit Qarkut numër 27, datë 23/12/2025, mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2026 dhe projekt buxhetit përfundimtar 2026-2028. Për miratimin e raportit të monitorimit zbatimit të buxhetit të vitit 2025 të Këshillit të Qarkut Shkodër, projekt vendim numër 7 mbi miratimin e raportit vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave dhe tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 në nivel programi.